Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Uroj që të keni kaluar një ditë të bukur sot, jemi drejt një vikendi, fundjave, dhe shpresoj që të kënaqeni dhe të argëtoheni në këtë fundjavë. Jam këtu pranë jush për të sjellë lajmet më të fundit, për të sjellë pranë jush postimet më të fundit, lëvizjet më të fundit nga artistët shqiptarë. Dua të ndaloj tek Selimbo, një nga çiftet që mban mbërthyer për ekrani, për platforma digjitale, të gjithë ndjekësit, të gjithë fansat, të cilët admirojnë këtë çiftin, duke na dhuruar një spektakël të papar. Selina dhe Gimbo po shijojnë dashurinë e tyre. Gimbo po i qëndron afër Selinës dhe siç duket çifti ka përzgjedhur që këtë të premte, të shtunë dhe të diel ta kalojnë bashkë. Ju e dini shumë bukur që Selina ka patur ditëlindjen, ka mbushur 24 vjeç. Gimbo i bëri një surprizë shumë të bukur që kishte përzgjedhur këtë traditën e bukur të Kosovës ku vajzat defatoret kënduan këngë me defa për Selinën dhe Selina u argëtua në një festë shumë private ku Selina kishte ftuar miqtë të saj më të afërt të zemrës, ku këtu bëri pjesë edhe Shëndriti, që nuk kupton, me thënë, raportet me Shëndritin vazhdojnë të jenë aktive edhe pas përfundimit të Big Brotherit. Gimbo nuk ka përzgjedhur që t'i fokusohet punës edhe të ikë në Kosovë, por Gimbo ka përzgjedhur që të qëndrojë pranë Selinës dhe çifti sot ka publikuar një fotografi ku duken shumë të lumtur dhe siç duket do të kalojnë disa momente të bukura në plazh. Gimbo dhe Selina ndajnë shumë kohë bashkë, edhe javën e kaluar kishin përzgjedhur një nga plazhet e Shqipërisë për ta kaluar vikendin, por edhe këtë javë siç duket çifti do të jetë pranë njëri tjetrit. Nga zërat afër çiftit përflitet për një dasëm të mundshme, përflitet për një moment të mundshëm i cili do të shënon një ditë të bukur në jetën e tyre. Marrëdhënia e tyre është fantastike, do të thënë kanë gjetur këtë gjuhën e përbashkët. Unë e kam thënë gjithmonë që Selina dhe Gimbo janë të lindur për njëri tjetrin sepse kimia që kanë, natyra që kanë, ajo energjia që transmetojnë kundërdrejt njëri tjetrit është pothuajse e njëjtë, edhe unë mendoj që janë një çift i cili e ka kërkuar njëri tjetrin për vite të tëra, por më në fund e gjeti. Unë uroj me zemër që t'ju shkon dashuria në këtë formë, uroj me zemër që gjithmonë të jenë pranë njëri tjetrit me ndjesinë më të bukur dhe më të pastërt dhe shpresoj që të na sjellin suksese, ashtu siç na sollën suksesin e tyre që në fakt në YouTube ka patur një sukses të jashtëzakonshëm kënga DJ. Unë uroj me zemër që të na binë sa më shumë fotografi, momente, sepse publiku dëshiron që t'i shikon sa më afër njëri tjetrit.